Sot më 8 mars, së bashku me deputetet e Kuvendit të Republikës Kosovës, ditën e filluan pranë memorialit që i dedikohet të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Çdo medaljon këtu përmban histori që rëndon në ndërgjegjen tonë kolektive. Më 8 mars, pra sot, në ditën që i dedikohet të gjitha grave e vajzave dhe në mbar botën, kujtimi për të mbijetuarat e dhunës seksuale është edhe më i thellë. Qëndrueshmëria dhe dinjiteti i tyre janë forca jonë, prandaj sot le të kujtojmë edhe sakrificën e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, por po ashtu edhe sakrificën e të gjitha grave që kanë kontribuar për Republikën e Kosovës, qoftë para luftës, qoftë gjatë luftës, por edhe pas luftës. Le të kujtojmë sukseset, le të nderojmë ato, le t'i duartrokasim sukseseve të secilës grua në Republikën e Kosovës, të secilës vajzë, qoftë në shoqëri, qoftë në familje, qoftë në institucione. Le të përbashkohemi që në Republikën e Kosovës secila vajzë dhe secila grua të trajtohet me dinjitet. Si kryetare e Kuvendit do të angazhohem maksimalisht në këtë drejtim, prandaj ftoj të gjitha, sidomos gratë që janë në pozicione të rëndësishme, që rolin e tyre ta japin në shërbim të vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kur jemi bashk, jemi shumë më të forta. Unë mendoj që sot, më 8 mars, duhet flasim për të drejtat e grave, për problemet e tyre, për sfidat me të cilat ato ballafaqohen, për tema tjera të politikave ditore të zhvillimeve në vend, natyrisht që do të kem paraqitje tjetër, ju premtoj për këtë, sepse natyrisht që rrethanat na obligojnë që të japim qëndrimet raport me situatën aktuale. Faleminderit.